nuk rekomandohet të pijet asnjë kanaçe pijeve energjike. Tekalimi i dozave të pijeve energjike mund të shkaktojë vdekje të papritura, vdekje ekstreme të rrorëve të zemrës, mbi 160 rrorëva në minutë. Kemi pas një rast ku një adoleshent i moshës 18 vjeçare ka ardhur me 200 rrorëva në minutë. E rrisin efektin që është ekuivalent se me shumë kafe mrena 24 orë. Pijet energjike po konsumohen gjithnjë më shumë, sidomos nga të rinjt. Por a e dim vërtet se çfarë ndikimi kanë ato në zemrën tonë? Rrahje të shpejta, tensioni i lartë, madje edhe raste të ndalimit të zemrës janë raportuar si pasojë këtyre pijeve. Në këtë intervistë, kardiologu Arlind Batalli na shpjegon pse pijet energjike janë të rrezikshme, sa duhet t'i konsumojmë ato dhe pse rrezikojnë shëndetin tonë. Doktor, e dim që me ngritjen e temperaturave fillon edhe konsumimi i pijeve ndryshme, sidomos si pijeve energjike me sa kom pa. Prej efekteve që mundën me shkaktu pijet energjike, prej asaj që kom dëgjuar që i rrisin të traunat e zemrës edhe ta japin një lloj ndjesie tonkëthet. A ka edhe efekte tjera përveç këtyne? Po pikërisht këto substanca, kofeina dhe taurina, mund të shkaktojnë rritje të rrahurave të zemrës edhe në sasi të vogla, por zakonisht shkaktojnë tajkardi, gjendje të ankthit, ku tejkalohet sasia e lejuar. Jeni mjek për një periudhë gjatë edhe besoj që keni pas pacientë shumë që kanë ardhur me probleme të shumta si shkak i konsumimit pijeve energjike, mi po a kisha mujt ndoshta me na cik një shembull për i cilit njerëzit kishin mujt me marrë mësim për mos konsumimin e tyre ose me konsumimin e dozë caktuara. Po, gjatë punës tonë të përditshme, na hasim në pacient të cilët kanë konsumuar pije energjike edhe kanë tejkaluar dozat e lejuara, që kanë ardhur me sregullime të ritmit në formë të ekstrasistolave ventrikulare dhe në formë të tajkardisë sinusale, e disa raste edhe me rritje ekstreme të rrorëve të zemrës, mbi 160 rrorëva në minutë. Kemi pas një rast ku një adoleshent i moshës 18 vjeçare ka ardhur me 200 rrahura në minutë si tajkardisë supraventrikulare, ku u dashur të intervenohet me terapi për rikthimin e frekuencës dhe ritmit bazal. Doktora, kisha mujt ndoshta më na bën një krahasim, se tregove që sasia e lejueshme është një kanaçe në ditë. A kisha mujt ndoshta me na bën një krahasim me sasisë një pije energjike që e pim, ndoshta me sa kafe është e barabartë një pije energjike? Ndoshta kjo do të ketë ndikim jo kundër komercial, por nuk rekomandohet të pijet asnjë kanaçe pije energjike, por ata që preferojnë të pinë jo më shumë se një kanaçe të pijes energjike në 24 ore. Unë më herët të thash që kafja përmban vetëm kofeinë, ndërsa këto pijet energjike kanë substanca tjera të cilat janë stimuluese, si është taurina. Edhe kur këto dyja janë së bashku, atëherë e rrisin efektin që është ekuivalent se me shumë kafe mrena 24 ore. Pra nëse dikush i tejkalon e pin 2-3 kanaçe, ajo është ekuivalente si mi pi disa kafe që kanë diku deri në 80 mg kofeinë brenda tyre. Do të thotë rreziku që ka më i madh se që ne e dim. Rreziku është më i madh sa që është, të themi, një rrezik i fshehur potencial i cili mund të shkaktojë probleme. E mira kësaj është që efektet e këtyre pijeve janë kalimtare, do thotë nuk janë efekte afatgjata, kur tërhiqet substanca, atëherë largohen edhe efektet anësore, por kemi edhe raste ekstreme. Studimet klinike kanë treguar që tejkalimi i dozave të pijeve energjike mund të shkaktojë vdekje të papritura, pikërisht për shkak të rregullimeve të rrezikshme të ritmit, të cilat mund të provokohen nga këto substanca. Po, ndikojnë tash edhe temperaturat e larta, ndoshta bëhet ndaj kombinim që mund të më ndiku shembull temperaturat e larta pijet energjike? Patjetër, temperaturat e larta është një stres shtesë për organizmin tonë, për sistemin kardiovaskular, për shkak të aktivizimit të mekanizmave adaptive ndaj temperaturave të larta, kur i shtohet
edhe një stres shtesë që është taurina me kofeinën, këto patjetër do ndikojnë në përkeçimin potencial të gjendjes së një pacienti apo të një pacient të një të ri.